Përshëndetje dhe mirë se vini në Çamiko, si çdo të premte në orën 20:00 ulemi në këtë tryez diskutimi për të folur mbi identitetin, po jo vetëm për ato që kemi trashëguar, po edhe më të mirat që kemi nga çamëria, nga një gjuhë e cila është gjuha e shpirtit. Dhe një nga mendjet më të ndritura që na frymëzon çdo ditë, ashtu sikur se emri i fondacionit Çamëria Hasan Tasin, ashtu sikur se studioja që është vendosur në rrugën Hasan Tasin, ashtu sikur se Çamiko ka një emërues të përbashkët, Hoxha Tasinin, i cili ishte një nga ata njerëz të mëdhenj që rrallë nxjerrin shekujt dhe epokat. Në habitat dheut mund të përfitoni më shumë nga virtytet, nga dijet, shkencat dhe mësimet e tij, ka thënë Sami Frashëri. Por kemi fatin që ta kemi tonin. Edhe në këtë tryez të bardh diskutimi, sa do të flasim për Hasan Tasinin, këtë mendje të ndritur, të cilën ndoshta brezat e rinj pak e njohin, dhe të ftuar për të biseduar dhe për të rrëfyer diçka më shumë, kam një nga mendjet e tjera të ndritura. Hasan Bello, shumë faleminderit që je rikthyer në Çamiko. Faleminderit juve, mirë se jeni. Një figurë të cilën ju e keni studiuar, besoj, ka qenë një nga ata që ju ka frymëzuar në gjithë rrugën tuaj, drejt dijes, drejt kërkimit shkencor, drejt përmirësimit, edhe drejt asaj që gjithmonë kemi diçka tjetër për të mësuar. Si është, çfarë roli ka në jetën tuaj, qoftë akademike, qoftë të fëmijërisë, Hasan Tasini? Atëherë, Hoxha Hasan Tasini është një figurë poliedrike, pra nuk është një figurë referenciale vetëm për mua, po në Shqipëri, po edhe përtej Shqipërisë, nëse merresh me historinë e fizikës, astronomisë, kimisë, astronomisë e tjerë, patjetër që pikë referencë do kesh një intelektual siç ishte Hoxha Hasan Tasini. Kështu që edhe për mua, megjithëse unë i përkas fushës historisë, Hoxha Hasan Tasini ka qenë objekti punës time për shkak se është një nga rilindasit më të mëdhenj, ose si më thon, profesori i rilindasve. Kështu kanë quajtur vetë ata, po edhe me Edi Frashi në një shkrim botuar në gazetën, në revistën Minerva në vitet 30, pra i quhen si mentor të të gjithë rilindasve shqiptar. Dhe ai në të vërtetë ka qenë, madje un kam mendimin që nëse shqiptarët kanë arritur kulmin në shekullin 18 me ky prylyt në Perëndorinë Osmane, drejtuesi i lobit shqiptar, themun në shekullin 19, në gjysmën e dytë të shekullit 19, ka qenë Hoxha Hasan Tasini. Dhe mbas tij vjen një student ose nxënës i tij që është Sami Frashëri. Pra, këta kanë qenë dy drejtuesit e lobit shqiptar në Stamboll, në periudhën më kritike të historisë së kombit shqiptar. Pra, në vitet kur në skenën e historisë ekzistonte ashtu quajtur kriza lindore, pra ku fatet jo vetëm Perëndorisë Osmane, por në radhë parë Shqipërisë do të vijnë pikpyetje dhe për këtë arsye, pra në kryeqytetin Osman krijohet si themi një elitë ose një grupim njerëzish të cilët përpiqen që të marrin në dorë fatet e kombit të tyre. Si u formua kjo elitë? Nuk vjen rastësisht, besoj, ashtu sikurse mund të themi nuk ka ardhur rastësisht edhe edukimi i si thua Skënderbeut. Po marrim një histori tërësisht të njohur për t'ia ilustruar ose paralelizuar publikut. Një djalë i vogël i cili vjet në shërbim të edukimit ose ka si qëllim edukimin e mirëfillt për të bërë ai që do bëhet një mendimtar i shkëlqyer edhe një mentor i jashtëzakonshëm, një frymëzues i brezave të tërë, i rilindasve. Nuk vjen rastësisht, e besoj që kjo figurë është formuar që në veçli ashtu, për ata që nuk e njohin, si ka qenë gjithë rrugtimi drejt dijes i Hasan Tasinit. Atëherë, Hoxha Hasan Tasini, unë preferoj të them Hoxha Hasan Tasini, se Hoxh në turqisht do të mësues ose profesor. Pra, Hoxha Hasan Tasini që fëmijë, pra lindën një natë, pra në vilajetin e Aninës, sepse ishte pjesë e vilajetit e Aninës, dhe babai i tij ka qenë kadi, pra gjykatës, funksionar i nivelit të mesëm ose të lartë i Perëndorisë Osmane, dhe ka shëtitur në disa qytete shqiptare. Unë e di që ka ndruar dhe varri i tij ndodhet sot në Berat. Pra varri i babait të Hoxha Tasinit. Pra ai ka shëtitur mbas teatrit fillimisht, dhe
në Berat apo në qytete tjera ka marrë edhe mësimet e para, duke formuar kryesisht në gjuhët orientale e tjera. Pastaj ka vazhduar medresen në Stamboll, ku ka ushtruar kryesisht aktivitetin e tij. Në gjysmën e dytë të shekullit të 19, Perandoria Osmane ose ato kryeministët e kohës fillojnë dërgojnë të rinj Osman në Paris, në Francë, për të arsimuar. Pra fillon ai procesi i modernizimit të perandorisë dhe për këtë arsye ata jo vetëm që dërgojnë të rinj, por hapin një shkollë osmane në Paris. Dhe për nevojat e kësaj shkolle dhe të ambasadës osmane në Paris, dërgojnë më vonë edhe Hoxha Santasinin që të shërbente njëkohësisht edhe si imam i ambasadës osmane atje, por edhe si profesor i gjuhës turke dhe i gjuhëve tjera në shkollën osmane në Paris. Kjo edhe për të formuar një, si thua, sër pedagogësh në mënyrë që do të më një elitë re. Elitë re burokratësh edhe intelektualësh që më vonë pas të riktheheshin në Perandorinë Osmane apo Stamboll të aplikonin reformat më moderne që Perëndimi dhe Franca më konkretisht kishte filluar të aplikonte. Tani Hoxha Santasinin, ndërkohë që punon si imam dhe si profesor i gjuhës turke në Paris, ndjek edhe studime në universitete ndryshme të Parisit, sepse nuk kemi dhëna konkretisht se ku, por që ka thelluar njohuritë e tij në fushat e shkencave eksakte kryesisht. Pra në ato fusha që Perandoria Osmane kishte deficienca. Pra në astronominë, fizikë, kimi, psikologji e tjerë. Dhe gjatë qëndrimit për gati 12 vjet në Paris, sepse ka shkuar 2 herë me ndërprerje, ai u formua më tej, pra u thelluan këto shkencat eksakte kryesisht që në Francë në atyre viteve kishin marrë një hovë të jashtëzakonshëm. Pastaj aty u kryu një rast që vdes një ish kryeminist i Perandorisë Osmane dhe ky ngarkohet me detyrën për të shoqëruar trupin e tij në Stamboll dhe pasi kthehen në Stamboll, nuk rikthehet më, por kryeministri i asaj kohe e emëron si rektor të Universitetit të parë të Stambollit, për hap një shkollë lart. Se shkolla e lartë ka qenë fillimisht, pastaj më vonë bëhet universitet. Dhe në krye të kësaj shkolle të lartë, të cilën ne kemi vizituar para ca ditësh, në kuadër një dokumentari që po xhirojmë për Hoxha Santasinin, ai pra fillon të ushtrojë detyrën e rektorit dhe të rekrutoj intelektual, staf të përgatitur si vetja vet, pak a shumë. Këtu jemi në lagjen Taksim në Stamboll. Këtu jemi përballë liceut të Gallatasarayt ose liceut mbretëror, i cili u hap nga Sultan Abdulazizi dhe Abdulhamidi II më vonë për të krijuar një elitë intelektuale dhe administrative Perandorisë Osmane. Kuptohet, liceu nuk ishte universitet, ishte një shkollë 8 vjeçare apo gjimnaz klasik i kohës, ku gjuha kryesore përveç osmanishtes ishte frëngjishtja. Ky lice vazhdon atë të kësaj dite, jetë aktiv, dhe këtu, pra nga këtyre licej njëte nga Robert Kolegji 2, kanë dalë elita politike dhe intelektuale turke edhe këtyre diteve që flasin, por edhe 100 vjeçarit fundit. Në këtë lice ka studiuar edhe Mbreti Zog për disa vite, ndërsa ish kryeministri shqiptar Sulejman Delvina ka qenë pedagog i letërsisë për disa vite në këtë lice. Sigurisht ka pas edhe shqiptar tjerë të shkolluar që në periudhën e pavarësisë, në vitin 20-30, kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për ndërtimin e institucioneve të shtetit shqiptar në atë periudhë. Mirë, përkthimi i këtij në Stamboll, në krye të Universitetit të Stambollit, përkoj me muajin e Ramazanit dhe gjatë kësaj kohe falet namazit taravive në mbrëmje. Ai mbas mbrëmjes, pas namazit taravive, filloi të mbante disa ligjërata të hapura për rinin, për popullin, ku i shpjegonte në mënyrë të divulguar, më të thjeshtëzuar, dhe fenomene të ndryshme shkencore duke lidhur fen me shkencën. Sepse gjithmonë ka bërë përshtypje, domethënë një nga pyetjet që kam pasur kur kam qenë fëmijë dhe më rrëfenin Hoxha Santasini dhe gjithë potencialin e tij, thoya si ka mundësi që një njeri i fesë i besimit
të mund të shkoj edhe të studioj ose të bëhet kaq i mirë në shkencat eksakte, që kështu i quaja atëherë fizikën, astronominë e gjithçka tjetër. Duke sigur ishin dy fusha krejtësisht të ndryshme, as pak të ngjashme, si dy vizda paralele që nuk takoheshin asgjë kundi, por që në fëmijërinë time i bëja të takoheshin tek Hoxha Santasini. Dhe ndonjëherë e kam gjetur të vështirë ta quaja Hoxha Santasin apo mendimtari eruditi Hasan Tasini. Po është një emër që i përmbledh gjithë këto tiparat e cilësi me fjalë tek Hoxha Santasini. Pra është edhe njëri shumë i ditur në aspektin fetar, pra në dije teologjike, por edhe shumë përgatitur në shkencat eksakte. Madje se po ka përcen pak, ai është edhe një nga personat e parë që në Shqipëri është përpjekur të ndërtojë një observator. Po. Se shkon në Shkodër, kur vjen njerëz në Shqipëri, shkon në qytetin e Shkodrës dhe ka qëndruar pak kohë aty, pak ditë. Aty është ka marrë me vetë disa nga këto instrumentat që ky vëzhgon të hyjet, sepse ishte shumë i dhënë mbas astronomisë, vëzhgimit të hyjeve e tjerë. Pra unë mendoj që ai ka qenë i pari që ka ndërtuar një mini observator, themi, në Thojza, në qytetet shqiptare. Kështu që Hoxha Santasini, pra edhe në Turqinë e sotme, kur studiohet nga historianët që merren me studimin e shkencave ose kontributin e muslimanëve në shkencat eksakte, pra kimi, fizik, psikologji, astronomi e tjerë, pra gjithmonë merret si pikë referencë sepse ka lënë vepra në gjitha këto fusha. Një pjesë e këtyre janë përkthyer në gjuhën shqipe, pra janë botuar tek Polana që u keni në tavolinë, por një pjesë pritet që të botohen së shpejti. Pra Hoxha Santasini është modeli i ulemas ose dietarit fetar bashkohor në shekullin 19. Pra merret si referencë në të gjithë literaturën e sotme turke. Ju keni shpenzuar kohë në Stamboll, në gjithë Turqinë mund të themi, po si është si rrëfet dimensioni, si përkthehet dimensioni i tij sot në shoqërinë turke, po themi. Se është ndonjëherë figura si Sami Frashëri ose Hoxha Santasini, pa diskutim që janë figura të cilat duan të kenë të gjithë, duan të kenë edhe ata, edhe ne, sigurisht i kemi ne, po them unë. Por si përkthehet, domethënë në vitet tuaja të studimit, në vitet tuaja të jetesës aty, të kërkimit tuaj shkencor aty, me siguri ka qenë një nga emrat që mund të kesh dëgjuar më shpesh. Dimensioni i tij është vërtet kaq i madh edhe aty? Po sigurisht, ne e tham pak më parë që Hoxha Santasini dhe sot ka një rrugë në një nga temen e lagjet më kryesore të Stambollit, ka një rrugë me emrin e tij për ta nderuar. Në universitet, po, pa diskutim. Diku është qendër turistike. Kjo rrugë është në një lagje kështu karakteristike me fjalë, në KDK me fjalë. Pothuajse zonë shumë e vizituar turistët për momentin, ose këto 100 vjet që në fundit. Por sigurisht që emri i tij është i pa shtyrë sepse vetë Universiteti i Stambollit si rektor të parë ka pas Hoxha Santasinin. Pastaj siç e theksoj. Është si një themelues i dijes në një farë mënyrë. Ka qenë reformator, sepse madje edhe një nga arsyet që ky goditet që qëndron shumë pak në krye të Universitetit të Stambollit është fakti se ky përpiqet që shumë fenomene natyrore t'i shpjegojë me anë të shkencës. Për shembull, fton në një ligjërat një reformator të shekullit 19, Xhamaluddin Afganin, kështu quhet ky intelektual i kohës, për të mbajtur një referat. Dhe ai ndër të tjera thotë që profecia, pra kur shpjegon profecinë, është art. Është art si gjithë artet tjera. Dhe kjo është shkak që ai paragjykohet nga një pjesë konservatorësh ose klerikësh me pikpamje më konservatore krahasuar me këta. Atëherë këtu jemi në Stamboll, në lagjen Karakoj, është shumë afër Emnonys, dhe këtu është një rrugë e cila mban emrin e
patriotit, intelektualit, rindesit ton, Hoxha Santasinit. Është Sokaku Hoxha Tahsin. Sot është një nga lagjet më turistike, më të frekuentuara të Stambollit, ku vijnë kryesisht turistë britanik, europian e tjerë dhe gjatë paraditës është plot me turistë, pra me kalimtar. Pak më sipër është lagja Taksim, edhe ajo është një nga lagjet kryesore të Stambollit. Ata të drejtuesit e kohës për të vendosur një farë ekuilibrit për të qetësuar situatën e largojnë nga detyra rektorit të universitetit dhe ky zhvendoset disa metra më tutje, ndoshta 450 metra ose 1 kilometër maksimumi, në një medrese tjetër, e cila sot është kështu galeri artësh. Modeste, por është galeri artësh, ne e vizituam edhe para disa ditësh. Aty ky fillon ban ligjërata, lidhur me këto shkencat që përmendëm, për të rinjt turq, intelektuale turq, të cilët po njiheshin për herë të parë me zhvillimet më të fundit shkencore, që ishin realizuar në Perëndim, konkretisht në Francë, për astronominë, kimin, psikologjinë, sepse ky ka një libër për psikologjinë ose shkencën e shpirtit, siç thuhet, ku shpjegon shumë fenomene që lidhen me natyrën njerëzore. Pra gjithë këto pikpamjet e përparuara të avancuara të Hoxha Santasinit dhe përpjekjet e tij për të interpretuar gjithë këto fenomenet që përmenden në Kur'an nëpërmjet shkencës, ngjallën të reagimin e këtyre konservatorëve po. Dhe u bë shkak që këtë sonte një lloj mënjanimi. Por besoj një mënjanim që nuk duket i ngjashëm ndoshta me mënjanimin që i bën shoqëria shqiptare sot. Këtu jemi te ish Konaku, te Konaku ish ministri i arsimit Perandorisë Osmane Mynif Pashës, i cili ka dhënë një kontribut i jashtëzakonshëm për Hoxha Santasinin, sepse jo vetëm që e ka mbrojtur nga qarqet konservatore të kohës kur ata e sulmuan në kohën kur Hoxha Santasini ishte rektor në Universitetin e Stambollit, por muajt e fundit të jetës së tij e ka strehuar rilindesin tonë të shquar në këtë Konak. Pra Hoxha Santasini ka ndruar jetë këtu. Më pas ky Konak u bë pronë e një ish generali Osman dhe bashkëpunëtorit të ngushtë të Turkut, Qazim Karabekir Pashës, dhe sot është një nga muzet më të njohur të historisë së artit ushtarak turk. Ka i diçka këtu në të vërtetë, unë janua kështu si funksionar, pra si rektor në Universitetin e Stambollit. Po ka qenë gjithmonë i mbështetur nga njerëzit që donin. Po, nga ana tjetër, në këtë periudhë, pra në vitin 1869 deri 1880
80-ën, 81-shën ku ky ndron jetë, ky vazhdoi aktivitetin jo pra edhe nëpërmjet kurseve që jep të këtyre të rinjve, por edhe duke u bashkuar me rilindasit shqiptar që vepronin në Istanbul për të hartuar një alfabet gjuhës shqipe. Po, shumë e bukur Ky edhe vazhdon kjo. përpjekjet për hartimin e një alfabeti dhe një gramatike dhe një fjalore gjuhës shqipe. Madje ekziston një dokument shumë i rëndësishëm i konsullit britanik në Janin, që ja dërgon ambasadorit vetë në Istanbul, ku i thotë që autoritetet osmane ose Valiu Janinës ka arrestuar Hoxh Hasan Tasinin, ose Tasin Filatin, Tasin Çamin, sepse ka në Delvin, sepse ai nblidhte material, informacion për një fjalor, por edhe ndërgjegjësonte njerëzit për sa i përket çështjes kombëtare shqiptare. Dhe fatkeqësisht ai Valiu e shoqëron me 12 ushtar nga Delvina deri në Janin, dhe aty nuk e vendos në burgun ku rrinin gjithë burgosurit, por vendos të veçuar një kazerë, sepse kishte frikë se ky mund ndikonte te burgosurit. Kjo bën që Ismail Qemali në Istanbul filloi të bëjë një lobi nga tek autoritetet osmane, tek ministri i brendshëm, kryeministri, që këtë do ta lironin se ky është intelektual shumë i madh, është i parrezikshëm për shtetin osman. Ky thjesht merret me dije. Dhe Hoxha Santasini pas rikthehet në Istanbul, merr pjesë në disa takime që këta lindësit tan, Sami Frashi, Jani Vreto, Pashko Vasa e tjerë, bëjnë për hartimin e alfabetit gjuhës shqipe dhe në këtë periudhë krijohet edhe një komitet për mbrojtjen e të drejtave të kombit shqiptar. Pra ka qenë shumë aktiv. Pra Hoxha Santasini është një figurë intelektuale ose një rindas që nuk është marrë vetëm me teori, por ka qenë edhe njëri shumë praktik. Pra vjen në terren për mbledh informacion për fjalorin e gjuhës shqipe, për gramatikën e shqipes, por nga ana tjetër kemi dhëna që ky shkon në prag të lidhjes shqiptare të Prizrenit, kur ishte lufta ruso-turke, shkon në Prizren dhe aty përpiqet krijojë një batalion me ushtar për të marrë pjesë kundra Rusisë, pra luftën ruso-turke, sepse e shikonte fitoren e Rusisë si një kërcënim ndaj territoreve shqiptare. Pra ka qenë njëri shumë aktiv. Pavarësisht se këta e menjanun zyrtarisht si rektor, por ky vazhdoi botimin dhe në këtë periudhë ai boton edhe vepra të rëndësishme nga këto fushat që përmendëm pak më lart. Pra në këtë periudhë kur e largon nga detyra ai boton gjitha. Madje, se mos harroj, ky ka dhe një ide shumë interesante, gati 10 ose 20 vjet para se të hidhet projekti i parë për të krijuar një gjuhë botërore, siç është Esperanto, po e kam dëgjuar. Një gjuhë për gjithë popujt. Ai thonë që popujt do të kenë një gjuhë të përbashkët që të merren vesh me njëri tjetrin. Por kjo ndodh, pra siç e thash, paktën 10 ose 20 vjet para se të shpiket Esperanto. Pra ka qenë njëri poliedrik në gjitha shkencat, pra që nga gjuhësia deri tek astronomia. Mendon se ka vendin e duhur, ka zënë vendin e duhur në akademi, në si thua librat e shkollës, në kurrikula, në gjitha hapësirën shqiptare. Mendon që ka vëmendjen e duhur dhe zë vendin që meriton në fakt? Sigurisht që Hoxha Santasini është një figurë që edhe gjatë regjimit komunist ka gjetë një vlerësim deri diku, por fatkeqësisht vepra e tij nuk është zbutuar. Pra ata nuk kanë ndërmarrë asnjë iniciativë për t'i përkthyr veprën nga osmanishtja në gjuhën shqipe. Ose edhe kur e përkthenin i linin për përdorim brendshëm në arkivat e Institutit të Historisë apo institutet e tjera. Pra nuk ka pas iniciativë për t'ia botuar. Për t'ia botuar të plot në një farë mënyrë po. Ne e dim që rilindasit, veprat e rilindasve, edhe kur janë botuar në mënyrë të censuruar. Pra aty ku ata flisnin për shembull kundra grekëve apo kundra slavëve, si armiqtë të kombit shqiptar, gjatë regjimit komunist, gjithë veprat e këtyre që nga Nami Frashi, Sami Frashi e tjerë, pothuajse janë censuruar, pra në heq këto fjalë ose fjali dhe janë zbatuar me pika. Prandaj Hoxha Santasini më tepër është vlerësuar kështu si emër, por vepra e tij ka qëndruar gjithmonë nën tokë. Vetëm mbas 91-shit ka filluar që të ndërmerren aktivitete. Edhe kjo privatisht. Privatisht, gjithmonë privatisht. Edhe sot kësaj dite edhe veprash botuar pjesërisht privatisht, edhe do botohet ndoshta plot privatisht. Pra ka një neglizhencë institucionale për të marrë me rivlerësimin apo me përgatitjen e veprës së Hoxha Santasinit. A është e qëllimshme apo neglizhencë? Këtë nuk mund ta them. Pra nuk e di me saktësi, por nga njëherë neglizhenca është
është puna në Është edhe më e keqe se është sa, edhe më po. keqe, po. Është edhe më e keqe Aresa, shpesh herë shumë më e keqe se sa, si thua, veprimi i qëllimshëm. Edhe mendoj që Akademia e Shkencave do duhej, në fakt edhe do e kishte për nder edhe në dinjitetin e vet të botoj pa diskutim veprat e Hoxha Santasinit. Në një farë mënyre, ajo që më ka bërë përshtypje mua, me qenë se hape diskutimin për fjalorin edhe për gërmat e gjuhës shqipe, më ka bërë përshtypje se si një njeri i cili mbante termin hoxh para, trumbetonte dhe besonte, vërtet, mos kishte lidhje me shkronjat kujdon arabe, me shkronjat perse. Mendoja gjithmonë se midis njerëzve që do të alternonin ose do të zgjidhnin midis alfabeteve që do të përdorej gjuha shqipe, do të përdoreshin gërmat që do të përdoreshin për gjuhën shqipe, më ka çuditur fakti që ka zgjedhur alfabetin gërmat latine, si thua. Që një fetishëm se Hoxha Santasini Edhe ka një letër gjatë që e shpjegon pse. Ka disa gjuhë, me qenë. Minimumin nga gjuhët perëndimore ka ditur frëngjishta, për shembull. Se ka përkthyr vepra nga frëngjishta, ka përkthyr një libër nga gjuha frënge. Po ai thotë kështu, argumenton që gjuha i referohet edhe disa albanologëve të huaj, që gërmat latine nuk janë përshtatshme për gjuhët semitike, pra për arabishtën e për këto, kurse për gjuhën shqipe janë shumë përshtatshme. Dhe ai kishte një ide ose një projekt shumë origjinal për shkrimin e gjuhës shqipe, për alfabetin, megjithëse nuk u ndoq pikpamja e këtij 100%, por ky ka qenë pjesë e grupit punës për hartimin e një alfabeti të gjuhës shqipe që më vonë botua nga, ose edhe kur ishte ky gjallë fatikisht, 1879 më duket është botuar, alfabeti i Sami Frashërit quhet, por realisht aty kanë kontribut gjithë këta rilindasit, pra edhe vetë Hoxha Santasini, po edhe Pashkovas, edhe Jan Ivreto kanë kontribut te ky alfabet, i cili është botuar me lejen e Perandorisë Osmane, në Istanbul për herë të parë. Por ky në fillim kishte një ide krejt origjinale për një alfabet tjetër, por me që atëherë ishte problem edhe çështja e shtypshkronjave, sepse ti do zgjidhje një alfabet që ti përshtatej edhe shtypshkronjave që ekzistonin, jo vetëm për Perandorisë Osmane, por edhe në Europë, se do të shtypje librat. Pra ti mund të bësh një alfabet krejtësisht origjinal për gjuhën shqipe, po agjenti gërma që të shtypen me këtë alfabet apo jo. Pra këta rindasit tanë dhe Hoxha Santasini janë përpjek që ta marrin konsiderat edhe këtë vështirësi të kohës, sepse nuk është si sot, atëherë shtypshkronjat ishin gjë e rrallë edhe për shtetet, jo vetëm për kombet. Pa diskutim. Pas shkarkimit nga detyra e rektorit të Universitetit Istanbulit ose Shkollës së Lartë Osmane, Hoxha Santasini zhvendosën në këtë medrese, në këtë godinë, dhe pjesën ndërmuese të aktivitetit të tij intelektual dhe patriotik deri në prag të fund të jetës, ai zhvillon në këtë ambient. Në këtë medrese Hoxha Santasini jepte kurse të astronomisë, pra fizikës, gjeometrisë, shkencave islame për gjithë të rinjt musliman të kompleksive ndryshme të asaj periudhe që kishin interes për njohuritë dhe dijet e Hoxha Santasinit. Mendohet që edhe alfabeti i Hoxha Santasinit dhe mbledhjet e shoqërisë së shtypjes të shkronjave shqip në vitin 1879 janë mbajtur në këtë godinë. Si shkoj në Istanbul, kur rikthehesh aty, do të thënë i viziton gjithmonë ato vende dhe si po ecën realizimi i dokumentaret. Atëherë qëllimi i vajtës Istanbul ishte paraxhirimi i një dokumentari për jetën dhe veprën e Hoxhës Santasinit, dhe ne shkuam kryesisht në ato vende ku ai ka ushtruar këtë dokumentari, pra tek universiteti i parë, tek godina e parë ku ka qenë rektor, pastaj tek medreseja kur zhvendosën pasi largën nga detyra e rektorit. Më pas u përpoqëm që të gjejmë varrin, por është shumë e vështirë për momentin, sepse ai ka ndruar jetë në vitin 1881. Ka kaluar shumë kohë. Dhe Istanbulli është si puna e Tiranës, ndërtohet në mënyrë kaotike nga vit në vit. Megjithatë shkuam tek varri i ish ministrit arsimit Perandorisë Osmane që e ka strehuar Hoxha Santasinit muajt e fundit para se të ndronte jetë. Pra imagjino sot sikur një profesor për një intelektual i famshëm shqiptar të jetë i smur dhe të marrë në shtëpinë e vet ministri i arsimit. Kështu ka ndodhur me atë. Edhe shkuam te varri i tij, Mynif Pashës, pastaj pas varrit shkuam tek konaku i tij, ish ministri i arsimit, Mynif Pashës, ku ka ndruar jetë Hoxha Santasini. Sot ky konak ishte bërë muze, sepse pasardhësit e këtij ministri i arsimit e kanë shitur një generali apo politikani turk të viteve 20-30. Dhe ishte muze i
Qazim Pasha quhet, Qazim Karabekir Pasha. Po gjithsesi ne vizituam pra këtë konakun ku ka qëndruar Hoxha Santasini muajt e fundit të para se të vdiste. Pra njeriu sigurisht që ka një lloj impresioni ose kur shkon te ato vende ku ka jetuar një intelektual si puna Hoxha Santasinit, pra merr edhe atë përpiqesh të përfiturosh për shembull distancat në raport me institucionet apo me vendet ku ka jetuar, pra Hapat që ka hedhur. Hapat që ka hedhur. Rrugët që ka përshkruar pa diskutim. Pra një perceptim ose një përfiturim më të saktë lidhur me kohën kur ai ka jetuar dhe vepruar. Ka qenë rektor në Universitetin e Stambollit, së shkollës së lartë. Është kjo këtu, kjo godina këtu, që sot është Muzeu i Medias në Stamboll. Mund të hyjmë dhe brenda, nëse keni dëshirë. E kisha bërë ndonjëherë këtë rrugtim kështu? Jo, apo duhet gjithmonë një dokumentar apo duhet një motiv për të ecur në atë rrugë? Shumë i fortë në fjalë për të gjetur, sepse fatmirësisht un kam jetuar afër pra këtij universitetit të parë dhe medreses ku ka dhënë mësim pasi largohet, pas një herë si kisha vizituar, ndoshta mund të kisha kaluar me qindra herë aty. Pra, por duhet një motivacion, një shkak edhe për të kërkuar se ku ka jetuar, sepse ne disa gjëra i zbulum para se të shkonim. Pra, kështu që ishte një diçka me eksperiencë lidhur me jetën dhe gjurmët e Hoxhës Santasinit në Stamboll. Unë si që thash, aty ka dhe një emër rrugë, në zonë shumë interesante, turistike, dhe prap njeriu merr një farë kështu kënaqësie kur shikon që një figurë kaq e rëndësishme historike për kombin shqiptar nderohet dhe vlerësohet edhe në një shtet që nuk shtijoni sot. Pa diskutim. A ka ndonjë detaj të jetës ti që e ke zbuluar ose të pëlqen shumë? Apo një shprehje me cilën mund të mbyllim këtë bisedë kaq të bukur? Shprehja Hoxha Santasini ka shumë. Ka plot, sepse ky vinte në terren, vinte për shembull ka ardhur nat, ka ardhur Janin, apo Delvin, dhe njerëzit i bënin pyetje shumë çuditshme. I thonin për shembull, Hoxh, kush Zoti, i thonin. Sepse kishin një perceptim ose përfitim shumë antropomorfik për Zotin si puna e njeriu. Mirë, po ky thonte, ku e shikoni ju këtë dritën e qiriut në dhamë? Ata i thonë që ne shikojmë dritën e qiriut në gjithë dhomën, me fjalë, në gjithë hapësira. Atëherë edhe Zoti është kudo. Sepse ai përpiqet që ato interpretimin që i bën Kurani, me fjalë ekzistencës së Zotit, ja shpjegojnë njerëzve me gjuhë divulgative. Ose ai njerëzit në atë kohë kishin një shprehje që për Rufen, për shembull, që Rufeja është pushka e Allahut. Pra është përdorur deri vonë kjo, deri para 50-60 vjetësh apo shumë zona rurale të Shqipërisë. Mirë, po ai e shpjegonte Rufen me anë të shkencës, me anë të shkencës, me anë të fizikës, astronomisë. Pra se krijohet Rufeja, ç'është Rufeja? Ose pyesnin njerëzit, "Hoc kush shpirti?" thonë. Sepse në Kur'an ose në feja thotë, flitet që shtëpia e shpirtit është zemra. Po në të vërtetë shpirti, sipas Kuranit, se feja nuk është se ka një vend përcaktuar edhe në trupin e njeriu. Dhe ky thonte kur i thonte kështu, "Ku do dhem ty?" thonte, "Më dhem këtu." Atëherë këtu është shpirti. Po këtu edhe këtu, atëherë këtu është. Pra, Hoxha Santasini përpiqej që fen dhe shkencën t'ia shpjegonte masave me gjuhën që ato e kuptonin. Pastaj unë meraku që kam personalisht është se ky në Shkodër, siç u thash, ndërton një observator për vëzhgimin e yjeve, pra ka pas pru disa instrumenta në qytetin e Shkodrës, dhe do ishte kështu diçka e jashtëzakonshme që të paktën disa nga ato instrumenta të zbuloheshin. Në arkivin e shtetit ka një kalendar astronomik origjinal, i hartuar nga i bërë nga Hoxha Santasini, një kalendar astronomik kështu shumë interesant, po ta shikosh sepse ata të arkivit e kanë bërë tip suveniri. Pra shitet si suvenir, është katror shumë i bukur, por observatori, ajo është për mendimin tim, gjë më interesante që do më interesonte nëse zbuloheshin 2-3 nga këto instrumentat e Hoxha Santasinit, sepse të gjithë këta bashkohorët, Sami Frashëri apo rilindasit përmendin që kur shkonin tek dhoma e këtij, ky mbante një shtrat që flinte dhe pjesa tjetër ishte me libra dhe me instrumenta
astronomik pra, që vëzhgonte yjet. Pra ishin të varur në dritare, në tavane kështu. Këto, imagjino se mund të kenë qenë këto objekte para 150 vjetësh sa i bie afërsisht. Pra kjo është diçka interesante. Pastaj librat sigurisht që avash një pjesë e botuar, pjesa tjetër është një proces e sipër përkthimi dhe botimi dhe do dalë diçka shumë e bukur. Po të bashkoheshin këto pra observatori me libra do ishte edhe për Shkodrën, pa edhe për Shqipërinë do ishte gjë e bukur sepse do ishte observatori i parë ndërtuar në Shqipëri nga një individ, themi, intelektual. Në këtë vizitë tuaja në Turqi, u thatë që një nga vendet ku eksploronit apo dëshironit zbulonit varrin e Hoxha Santasinit, ishte kthyer në muze. Në Shqipëri do ishte kthyer në një resort, po më vjen mirë që në Turqi është kthyer në një lloj muzeu. Do duhej edhe unë do doja shumë që të kishte një muze për Hoxhën Santasin në Shqipëri. Ku mund të bëhej ku mund të realizohej ky muze? Po se është një dimension, domethënë është kaq dimensional, shumë dimensional figura e tij, saqë një muze është lehtësisht i realizueshëm. Atëherë unë di që ka qenë një muze në Ninat, se unë kam edhe nga fshati Gjyshës, gjyshe ime nga në babës. Edhe unë e di, po e kisha të pa. Por imagjino ne shumë muze kemi kështu pa artefakte, pra pa objekte origjinale. I kemi më tepër me foto të sajuara. Kjo edhe për shkak të kohës largët që ka jetu, edhe për shkak të mos interesimit të shtetit shqiptar përgjatë 100 sa vjetë ndaj që është kjo e fundit. Se tjetashtu kemi letrat, një nga dokumentet që më dërguat ju, pra mund punojmë secili nga ne për dërguar vërtet dokumente origjinale, kështu që jam e bindur që është arres. Librat mund të qendrën për origjinal. Pra ka bukinist në Turqi apo vende tjera që pra mund të gjenden botimet origjinale të librave të Hoxha Santasinit. Po ky kalendari astronomik që tash është origjinal në arkiv shtetit, edhe ky është shumë interesant. Pra po të kishte punuar shteti shqiptar ose ne shqiptarët, mund të kishim ndërtuar një muze modest, por me gjëra artefakte origjinale, pra. Me gjëra origjinale për Hoxha Santasinin. Ku mund ndërtohej kudo. Ai i përket shumë fushave, pra edhe në Shqipëri nëse do bëhet historia fizikës, psikologjisë, kimisë, astronomisë, patjetër do filloj me kontributin e Hoxha Santasinit, se ky ka nisi pari. Dhe kështu fillon normalisht. Pra edhe kur shkruhet sot për historinë e mendimit psikologjik shqiptar, prapë fillon me librin e Hoxha Santasinit. Pra mund bëj kudo, edhe në Tiranë mund të kishte një muze, edhe në Universitetin e Shkencave, të natyrës apo diku tjetër, pra sepse Hoxha Santasini është një figurë periferike. Pra është profesor i lindaseve shqiptar. Unë kam qenë kryetar të lobit, pra drejtues të lobit shqiptar në Prandorin Osmane, shekun 19. Pra ky është kulmi, pra, sepse ky nxit gjithtar Samiu, Naimin, Pashkovasën, ky i jep se ishte edhe më i madh në moshë, edhe më i formuar. Ky i jep ato stimujt e parë në fillim, përse duke i orientuar çështën kombëtare. Pastaj edhe sigurisht që ishin edhe ata ishin formuar, vinin nga po diskutim. Nga familje shumë të rëndësishme shqiptare, apo nga krahina që cënoheshin drejt për drejt nga coptimi që do kongresi i Shën Stefanit dhe i Berlinit, dhe ata kishin vetë në tjeshmëri, por ky ishte ai profesori, sepse këtë e theksojnë vetë ata, po edhe me difrashë. Ishte shtëpia ku mblidheshin të gjithë. Po, ky ishte shtëpia që i mblidhte, pak a shumë. Trëndafil qiellor quhen ai frashë. Trëndafil qiellor. Shumë e bukur kjo. Pra, shumë e përshkruar. Edhe imagjino që të vlerësojnë ai frashë në atë periudhë ishte se Naimi ishte kulmi i poetëve në ato vite. Ai sigurisht që është përpjek që poezinë e vet, artin e vet, talentin e vet ta uli pak, sepse vendos funksion të interesave të propagandës kombëtare të viteve. Po ai ka poezi dhe vepra shumë bukura të shkruara në persisht, për shembull. Se gjuha e poezisë është persishtja. Por Naimi është një personalitet shumë i rëndësishëm, dhe kur të vlerëson Naim Frashër apo Samiu, ka një artikull të jashtëzakonshëm që e boton pas vdekjes së Hoxha Santasinit. Pra artikulli, biografia më e bukur është shkruar nga nxënësi vet, nga Sami Frashë. E jashtëzakonshme, është për këtyre gjuhën shqipe, e botuar, dhe aty mahnitës kur lexon vlerësimet që një enciklopedist, se vetë Samiu është ka libra perandorak, nuk është Sami Frashi, i vjen shumë i ngushtë Shqipëria Sami Frashit, pra është figurë perandorake me fjalë, për kontributet që kanë fusha të ndryshme të shkencës, por kryesisht në filologji. Pra kur e vlerëson një figurë si Naimi, apo si Samiu, apo si këta të tjerët, imagjino se ç'mund të kenë qenë realisht
Hoxha Santasini në atë periudhë ku ka jetuar. Edhe që e meriton plotësisht jo një podcast, jo një dokumentar, jo një rrugë siç është studio e Çamiko, po pa diskutime dhe vite të tëra botime dhe studime të cilat ne duhet ja kushtojmë si vëmendje. Faleminderit shumë për këtë bisedë. Edhe për këtë trëndafilin qellor që na sollët në studion e Çamiko. Dhe kështu ju lë takimin e radhës, shihemi.